Kunja dhe disa në distancë midis Don Johnit dhe ishte dashurës më të fundit Almira Azemi, zbulohet marrëdhënia midis tyre. Don Johnny në intervistat të fundit dhe në postime kishte thënë se është në një njohje të re dhe zemra po i rre për dikë. E duket se kur të gjithë po prisnin që ai ta bënte zyrtare dhe të thoshte se me kë ishte e dashur, mediat e kanë zbuluar jo vetëm të dashurën, por se gjërat kanë shkuar në drejtim të keq. Duket se indicet për këtë i dha vetë Don Johnny, i cili shkruaj në një Insta story teksa po bënte boks, ku shkruaj: "Me femra s'po merret fort, por me rëndësi ka që eksat e mi po e kalojnë shumë mirë me njëna tjetrën." Duke hedhur kunja për eksin e saj të fundit, e teksa të gjithë kanë dashur që të di se për kë bëhet fjalë, kanë qenë burimet e Prives së pari që kanë zbuluar se për kë bëhet fjalë. E bëhet fjalë për influencerën e njohur nga Kumanova, Almira Azemi, me mbi 800.000 ndjekës në rrjetet e saj sociale. Duket se bukuroshja ka qenë në lidhje me Don Johnny dhe sipas burimeve bëhet fjalë se lidhja nuk ka shkuar as pak mirë, teksa dyshja janë ndarë me të keq. Sikur ta kishte mizën pas veshjet, ajo ka postuar një Insta story teksa ishte duke u shoqëruar me Erej Strefin dhe shkruante: "Unë nuk kam eksa, kam vetëm shembuj se si mos të përsëris gabimet sërish." Ishte thumbi i hapur për Don Johnny. Dyshja, e cila është çuditur nga ky lajm, ka bërë komente në postet e njëri tjetrit duke i bërë tak emrat për katës. Reperi Don John duket se ka disa kohë që nuk po i ecën as pak, pasi edhe lidhja e tij e fundit me modelin ruse Ariana Lirei. Duket se kjo e fundit ka treguar publikisht se është fejuar së fundmi me dikë tjetër, por të gjithë janë habitur me postimin e saj, ku duku veshur me fustan nuserie dhe me dhëndrin për krah, e ka kurorzuar martesën të shoqëruar nga kënga Dilema e Don Johnnyt, teksa ka çuditur gjithë fansat se si mund të postosh me këngën e eksit teksa po martohesh me dikë tjetër.